natën e mesit të muajit Shaban, Allahu Xhella Xhelaluhu fal besimtarët dhe besimtarët që plotësojnë 2 kushte. Allahu na bofri këtyre njerëzve. Thoni amin. Allahu fal besimtarët dhe besimtarët që nuk i bëjnë shok Zotit. Jo që besojnë se ka 2 zota, 3 zota, nuk i bëjnë shok Zotit, nuk bien në mëkatin e idhujtarisë. Dhe të biesh në mëkatin e idhujtarisë nuk është kusht patjetër të besosh se ka 7 zota apo 12 zota. Ti bie në mëkatin e idhujtarisë edhe kur beson se dikush tjetër përveç Allahut mund të bëj atë që bën Allahu. Kur beson se i vdekmit të bën mirë, kur beson se X apo Y apo Z i çelin fatin, atij që i është mbyll fati. Kur beson se njëri i vdekur mund të shërojë të gjallin, e ai ka vdek veti s'mund i shkreti. Kur ti i kushton një vepër që i kushtohet Zotit dikujt tjetër përveç Zotit, ke rënë në idhujtari, ke rënë paganizëm. Edhe pse thu ku unë besoj në një Zot. Edhe pse thu Zoti e ka bërë këtë, jo më Zoti, nuk e ka bërë Zoti atë. Nuk ka bërë Zoti në tokë me këmbës të tij, që njerëzit t'ju drejtohen, që njerëzit t'ju përkushtohen, që njerëzit t'ju luten, që njerëzit bëjnë kurbane tek ata. Nuk ka në tokë kështu, nuk ka. Kush ju thot gënjen? Kush ju thot mashtron? Sepse Allahu Xhella Xhelalu i thot Muhamedit alayhi salatu wassalam, "Qul la amliku lakum darran wala rashada." O Muhammed, thuaj njerëzve se nuk mund t'ju bëj as mirë as keq. Nëse Muhamedi alayhi salatu wassalam duke qenë gjallë, si bonte do të gjon njerëzve, as mirë as keq, bokën të vdekmit, bokën varret. Malekum kejfe tahkumun, a keni men, si gjykoni? Allahu Xhella Xhelalu ja ka zhvesh gjitha kompetencat, çdo kujt përveç vetes tij. I ka majti madhi Zot kompetencat për vete. Ai është ai i cili rregullon çështjet dhe punët. Ai është ai i cili krijon, ai është i cili furnizon, ai është i cili shëron, ne bëjmë sebepet. Po do të thosh ti po mirë, po shkoj këtu se po e bëj si sebeb. Jo më zotni, sebeb nuk quhet ajo gjë për cilën nuk ka argument shkencor ose fetar. Çdo njeri që thot, unë po bëj shkak, po bëj sebeb, unë nuk besoj se ky është Zoti, po Zoti ka bërë sebeb. Ku e gjetë këtë fjalën? A e vërtetove me shkencë që kjo gjëja po ta pish të bën mirë dhe thu po bëj sebepin? A e vërtetove me argument që ku shkon ke filani dhe bën tek ai kurban do t'i zgjidhen problemet? Ku e ke argumentin? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sillni pra argumentin. E si mund të ketë argument që të lejohet me ju bë shok Zotit? Si mund të ketë argument? S'mund të ketë argument. Po do të thosh ti po ne këtë problem e kemi zgjidh. Elhamdulillah e kemi zgjidh, po ka të tjerë që akoma nuk e kanë zgjidh. Ka të tjerë që akoma nuk e kanë zgjidh. Mund të jenë hallat, mund të jenë tezet, mund të jenë kushërit tanë. Dhe ne kemi përgjegjësi për ata, mos harro këtë. Ditën e Kiametit do të vejnë edhe ata ku të kapen, ku të mahen. Dhe thonë, o Zot, po filoni shkoj të në xhami. S'na e ka thonë këtë gjë, ku e dishim ne o Zot? Çfarë do i thosh Zotit? Kotë Islamin nuk ka thonë në urni lidhjet e gjakut. Nuk është kotë ky muhabet. Nuk është me rujt lidhjet e gjakut me i shku kur fejohet, kur martohet, apo kur smuhet, apo kur vdes. Me i rujt lidhjet e gjakut do me thonë mos me elon me u tha gjaku. Më ndjesh mirë ti që të përfundoj dikush për gjakut tatë në xhenem? Qose je njëri normal, jo. E po duhet me shku, me i vizitu, këto gjona mu a të regu. Mos u merr me detaje koti. Jo se flasin keq për Islamin, jo se aty ka alkol mrena. Lej këto muhabete. Nuk janë tema këto për të trajtu. Se nëse do t'i vizitojmë shpesh dhe do t'ju mbim derë, nuk kanë ku të shkojnë. Pasha Allahun.
Po ne jemi bosi ato çokaxhit e vjetër, merdi i shkoi, smerdi si shkoi. Kjo është lidhja e gjakut, për cilën flet Islami dhe Kurani dhe Muhamedi alayhis salam. Jo, nuk është kjo. Ai njeri që i përgjigjet çokës s'ka bërë asgjë. Lidhja e gjakut do të thotë të shkojsh kur s'vjen, ta lavdrosh kur të shan, të flasësh mirë mas shpine kur ti e di që ai flet keq për ty mas shpine, të japësh kur s'tjep, të dhurosh kur nuk dhuron. Kushti i parë, larg i dhujtarisë. Kushti i dytë, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, mos më pas në zemër gjë për vllajën tat besimtar. E pse na duhet neve kjo falje e madhe? Na duhet o vëllezër dhe motra kjo falje e madhe, sepse është duke ardhur Ramazani. E që me shiju Ramazanin ashtu siç duhet, do të më qeni fal, do të më qenë i zbraz, do të më pas atë toksikimin e gjunafeve në tokë, e si e njen Ramazanin, e si e shijon Ramazanin, e si duket Ramazani xhenet prej xheneteve të Allahut në këtë botë. Prandaj le t'ia vëmë detyrë vetes tonë dhe t'i kërkojmë falje Allahut nëse kemi rënë ndonjëherë pa dashje, ndoshta edhe pa dëshirë në shirk, se ka edhe shirk të vogël që e bëjnë besimtarët. Dëshira për t'u lavdruar, dëshira për t'u duk, për ta përmend njerëzit. Ah, sa mirë filoni shkoi erdhi ku dëgjon, ka qenë edhe në qabe, mashallah. Etj. Edhe kjo futet ke shirku i vogël, ja i madh që të qit prej feje, po edhe ky i rrezikshëm është. Ti lutemi Allahut që të na falë nëse kemi nga në gabim të tillë. Mos na duket vetë sikur jemi të sigurt. Sepse pejgamberi alayhis salam e mësoi shokun e tij të ngushtë Abu Bekrin dhe i tha, kur i tha pejgamberi i Zotit si të lutem, kur ngjoi këtë hadithin që tha shirku i madh dhe shirku i vogël, i tha, thuaj Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kush po e mëson këtë dua vëllezën? Kush po e mëson? Abu Bekri. Kush po ja mëson? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka njeri më të pastër dhe më të mirë në këtë umet mbas pejgamberit se Abu Bekri? Ka apo nuk ka? Po apo jo? Ka njeri më të mirë se Abu Bekri në umetin ton? Kush thot po mirë? Jo, okay, rregull. Pejgamberi i Zotit i mëson Abu Bekrit, njeriu më të mirë mas pejgamberit, i thot thuaj këtë dua. Kështu që edhe ne duhet ta mësojmë këtë dua. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Po na e thuaj shqip, atë e themi edhe shqip, s'ka problem. O Allah o Zot, kërkoj faljen tënde dhe mbrojtjen tënde nga rënja në shirk, duke e ditë edhe duke mos e ditë, duke e ndjerë edhe pa e ndjerë. O Allah o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde që të bie në shirk, duke e ditë edhe duke mos e ditë, duke e ndjerë po edhe duke mos e ndjerë, se nga njerë edhe nuk e ndjen. Vetëm kur e shef që i e lag nga komt, ka hyrë poshtë hasrës. Dhe jap një shembull tjetër dhe me këtë do ta mbyll. Ibrahimi alayhis salatu wassalam i lutet Allahut dhe thot: Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. O Allah o Zotim, më ruaj mu dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. A mund të adhuronte Ibrahimi alayhis salam idhujt o vëllezër? Kur nuk mund të adhuronte Ibrahimi alayhis salam idhujt. Megjithatë duan e boni. Pse? Sepse nuk ka siguri nga vetvetja askush o vëllezër. Nuk mund të jetë askush i sigurt vetë. Ti je i rujt po të rujt i Zoti, ti je i mbrojt po të mbrojt i Zoti, ti je i sigurt po të siguroj Zoti, ti vetë, Allahumma inni a'udhu bika, Allahumma la takilni ila nafsi tarfat ayn. O Allah o Zot, mos ma lejo o Zot, që të mbështetem tek vetja ime, tek fuqia ime, tek forca ime, as sa hap edhe mbyll syt. Ku ka siguri vëllai, s'ka siguri, ças po na ngjen veshët. Çan nuk ndodh, ku nuk ka siguri.